Zana Eja dhe thash para se me t'hy në studio që asnjëherë ma bukur se do. Je do bukur, po sot po m'dukesh shumë bukur. Kanapea meriton trajtim të veçantë. Oh, t'lutem. Kështu që shumë kënaqësi. Dhe unë e ndjeni respekt veçantë kur mysafirët duken bukur në kanape sepse më respektojnë mua fillimisht, pastaj respektojnë edhe emisionin. Sigurisht nuk mujta me dalë me u shfaq me kostumeve ngjashme, si në gjitha emisionet tjera, për shkak ndoshta të natyrës të emisioneve ose për shkak të debateve. Mirë po kanapea te pat ndjesinë më të mirën të mundshme, që ti mundesh me dalë lirë shumë edhe ashtu që ndihesh edhe ndoshta qysh je mas komode. Edhe kanapea meriton trajtim të veçantë. Faleminderit shumë. Unë thash. Faleminderit sot që jam këtu. Shumë kënaqësi. Lutem. Jemi në prag nisje e sezonit 3 të Zanave që do të nisë sot një javë, po do të flasim pak më vonë që mos nisim kanapen me emision, po do të flasim pak më vonë, do t'ja kushtojmë një minutazh. Po, do t'ja kushtojmë një minutazh të rëndësishëm të kësaj pjese edhe Zanave që ka munguar realisht shumë në rrjetet sociale, po më vonë do t'i flasim arsyet. Unë thash që e ke ndjesinë shumë të madhe të peshës publike dhe fjalës që e thua nëpër debate, intervista të ndryshme. Mendon se kjo peshë dhe kjo përgjegjësi se çfarë thua nëpër debate, në intervista, qoftë tek emisioni yt, të ka zhvilluar më shumë profesionalisht, por të ka bërë pak më të ndrojtur, se nuk e di se çfarë kritere ke që nuk i thua në ekran dhe që i thua prapa kamerave. Ma elaboro pak. Me tregu që ato vina prapa kamera, u bomi hala ma viral. Jo shma ndonë nina për të qenurit e drejt për drejt, për mi thonë gjana ashtu që shi mendoj, ashtu që shi janë. Dhe nuk është që kursehem shumë deri sa jam në debate. Gjithmonë sa i përket në rrafshën e diskutimit dhe të shprehjes të mendimit, se unë besoj në liri dhe absolute, nuk mendoj që liria nuk ka kufi, sepse ajo kur e lëndon tjetrën ose e prek dikon, ajo pastaj nuk është liri, por është hyrje e kufive tjetrit, por deri sa jemi brenda lirisë së shprehjes, deri sa asajna që ne do ta themi ato çka mendojmë, unë nuk kursehem. Ajo çka nuk e themi në publik është që ndoshta kanjëherë e kuptoj? E kuptove. Se pyetja e një djali tri, kur më takoj, tha, gjithmonë tha e kushtru pyetja që shua në Zana. Thash me barazi gjinore, kështu firove. Qysh është Zana për në komunikacion? Qysh është Zana në raport me një nervoz ekstreme? Diri sa ke ashtuar, që thash po me rob, kështu, thash. Me rob të shpis. Me barazi gjinore. Barazi gjinore, okej. Zan, je bërë një personalitet shumë i rëndësishëm në media, po dhe në rrjetet sociale, sa do që ndodh diçka ndonjë aktualitet, njerëzit në rrjetet sociale pa qenë prezente ishin nëpër videon apo kontentin që ndahet në rrjetet sociale, emri yt përflitet se çfarë kish me thënë Zana në këto momente. E ndjen këtë përgjithësi që kur ka një aktualitet pa tjetër me reagu, se me shpreh mendimin tënd, keni emision një javë dhe je shumë ftuar për debate, po ashtu edhe në prezentim, po e ndjen përgjithësinë që me thënë mendimin tënd duke marrë parasysh këtë interes? Po, qenurit figurë publike, qenurit në debate publike, sidomos kur krijon ndoshta si emisionin që e kam unë, apo pjesës kur je politike, sigurisht që me ta vjen edhe përgjithësia. Nuk mundemi me thënë tash na që jemi si figura publike, analist, ose ngjashëm, nuk mundemi me thënë po rri heshtun ndaj një ngjarje të caktuar, për shkak se njerëzit presin prej teje. Nëse na e kemi nxon hapësirën publike, nëse na jemi sot këtu fal atyre ndjekësve që i kemi jashtë atje, sigurisht që kemi edhe një përgjegjësi për me dalë, me fol, me shpreh mendimet edhe për shumë ngjarje që ndoshta në realitet nuk ishin fol. Unë e shoh që ka në ngjarje që ndodh ndoshta krejt një televizion tjetër ose ndodh në një vend tjetër që unë as nuk jam prezente, as nuk kam të bëj me ata persona, kërkojnë mendimin tim ose reagimin tim. Sidomos për politikanë ose figura tjera publike. Sepse profili yt mbase njihet më shumë si feminizëm, që njerëzit e presin mbështetjen tënde në aktualitet se çfarë ndodh me gratë dhe vajzat, por realisht i reagon për çdo padrejtësi që jo domosdoshmëri që lidhet me vetëm gjininë. Edhe për te asoj, nëse i shkelin drejtat një punëtorit atje në Komogllav, ose në vend Ferizaj, qytetarët të më shkruajnë mua, thonë pse ti s'ke reagu për këtë rast, pse nuk e ke thënë një fjalë për këtë rast, edhe kanë shumë drejt, se na e kemi nxënë hapësirën publike këtu, jemi përballë qytetarëve, jemi këtu për shkak tyne, sepse ata e kemi ndjekës, ata e kemi shikus, dhe sigurisht që kanë drejt edhe me kërku mendimet tona për secilën ngjarje. Ndoshta na kanë janë mujna me thonë që okay, jemi lodhur se pse duna unë me thonë këtë mendim, unë nuk e kam obligim, po obligim moral e kemi. Ndoshta kërkush mund të më na detyru me i dalë me thonë mendim për secilën gjë, mirë po kanë drejt absolutisht kur na kërkojnë të shprehemi për ngjarje të ndryshme. Absolutisht po. Unë nuk po të pyes për kërcënim, për komente negative sepse ke folur shumë dhe realisht je përballur edhe me ligjin dhe kemi parë deklarata të ndryshme se çfarë je përballur, por a duket pak e lodhshme
Kjo se çfarë bën zëri yt që është gjithmonë aty për të tjerët? Jo, asnjësisht, nuk e vrej. Mendoj që nëse një kohë nuk dal, nuk flas, nuk i komentojnë ngjarjet, nuk është qëndina shumë e plotë. Jo mësu me debatin, jo mësu me komentet. Në fakt, gjitha ato komentet që në fillim janë negative, që ndoshta refuzuese, sot janë shumica komente përkrahase. Shumica, sepse vetë fakti kur njerëzit kërkojnë që ti me folë edhe për tema tjera, kur që ti nuk je deklaruar për to, kjo tregon që njerëzit po e dojnë mendimin tonë, po e besojnë mendimin tonë, po e besojnë qasjen tonë në publik. Kështu që, jo, mungon, nëse një kohë pushoj, kemi nevojë me pushu, se unë e kom ba një pushim pak ma gjatë kësaj here, edhe me emision, edhe me çështje sociale, po mungon ajo pjesë. Pse pushove zonë? Zgjedhjet. U dasht me u marrë ma shumë me zgjedhje, sepse fillun me njerën tetor, ishte komplet ajo fushata, edhe kjo ke arsyeja që zanat, do të filloj pak me vonë se sa në terminin e tyre që është dashur me u kthy në fillim të tetorit. Po në aspektin tënd personal, raporti zanën me zanën, ishte i nevojshëm që ky pushim të mirësh pak edhe me veten, po besoj që ka qenë shumë i nevojshëm shpend, sepse në fakt ka qenë një prej viteve më të lodhshme ky jemi. Nëse flasim për fundin e vitit 2024 dhe fillimin e vitit 2025, ka qenë periudha ndoshta më e vështirë e imja për me vështirë ndoshta një jetë, po them kështu. Jo që ka ndodhur diçka specifike, jo që ka ndodhur diçka mirë, po unë u lodha ndoshta edhe pak fizikisht, u lodha edhe emocionalisht dhe sikur u bë shumë me gjithçka. Ndoshta natyrat e ndryshme të punëve që i bëj, për shkak se unë nuk jam vetëm në televizion, unë jam edhe juriste, punoj si juriste, punoj në një kompani shumë të madhe në Kosovë, jam edhe me një kompani tjera jashtë Kosovës që merrem me çështjet e marketingut dhe të PR-it dhe sikur u mbledh gjithçka që një kohë të gatu e bëa secilin punë, edhe unë vetë pata të lashe pak edhe shëndetësore, mirë po edhe në aspektin emocional. U dasht me bë një tërheqje pak, një pushim pak këto 2 muaj. Shumë pak më dalë nëpër media, vetëm me 2-3 emisione të caktuara, mirë po jam tërheq pothuajse plotësisht, sepse kom pas nevojë për qetësinë tam, edhe me që më u kthy edhe me shumë më u kthy fuqishëm. Duke njohur karakterin tënd atë se çfarë jep nëpër media dhe tek ndjekësit e tu, tundimet emocionale si i përjeton zanë? Nëse po më pyet për të ndime emocionale sa i përket debateve dhe atyne që merr për debateve, ato nuk i vrej. Nuk është që më ndikojnë, as nuk i shoh komente në rrjetet sociale, as nuk i shoh. Në fakt, më shumë bëjnë një lloj studimi të asaj se ku jemi si shoqëni. Bëjnë matje të mendimit, mendësisë të vendit tonë, shoqërisë për kudo që vinë komentet. Nëse unë pyet në aspektin personal dhe zonës, nuk është që nina unë që jam shumë tip i ndihshëm. Nuk është që unë jo, nuk është që njëra që jam tip i ndihshëm ose që reagoj me shumë vroll ndaj situatave të ndryshme ose që tërheqna. Zakonisht unë tërheqje nuk e njoh, më largu me lënë gjanat për gjithmonë atë pjesë nuk e njoh. Nuk e di dhe nuk e bëj kurrë çfarëdo situate që gjendem. Thash në fund të vitit kaluar dhe në fillim të vitit 2025, për shkak të më shumë edhe të lodhjes edhe të lasheve dhe pak shëndetësore, të cilat nuk kanë qenë shumë serioze, por mjaftu shumë më bën mua një e lëshme, nuk jam tërheq. Kam vazhduar me energjinë, me i majtë gjitha punët që i bëj, edhe me mundu me i kthy në mënyrën më të mirë të mundshme. Po e gjej vetëm pak të këtë se dhe fundi i vitit kalum dhe ky fillim i këtij viti nuk ka qenë as pak i lehtë për mua dhe teksa po flisje për mënyrën se sa i ke përballuar dhe se ndal në asnjë moment, mbase ka shkaktuar një burnout ose një... Absolutisht që po, sepse intensiteti shumë i madh. Kishim zgjedhjet në atë kohë, që ishte fillimi i vitit 2025, pastaj në 2024 të nisëm me zonat, ishte edhe çështja e vitit 3, organizimeve të ndryshme, po flas vetëm për televizionin, pastaj edhe për fshirja në punë të tjera, absolutisht që po. Mendoj që kjo është një temë që cilën na duhet me vazhdu dhe me diskutu, edhe në media, kjo lodhja që vjen, lodhja kronike, që pastaj shfaqet në një mënyrë ose në tjetrën, në të cilën mu shfaqet edhe mu gjatë vitit kalum. Sepse shikues është këtë produkt final, por realisht është një lodhje jashtëzakonshme që të bëhet prapa. Është jashtëzakonisht e lodhshme, sepse ti duhesh me çu produktin që po thu final në mënyrën më të mirë të mundshme që gjithë ata që mësumet po aty me u ndjet kënaqur edhe për emisionin tonë, edhe me majt vëmendjen, po sigurisht është përgjegjësia e madhe edhe me caktu temat, me gjetë profile të ndryshme të debatit. Unë thash, ne kemi përgjegjësi tash publikut. Kemi përgjegjësi shumë të madhe, me temat që diskutojmë, me temat që ngritim. Sidomos këtë intensitet rrjeteve sociale ku çdo deklaratë bëhet virale,
Po thuaj se 90% deklarate mbati edhe keq kuptohen dhe nuk i vë faj pastaj edhe mysafirëve që hezitojnë, por realisht nuk është lehtë me dalë këtu dhe me... Nuk është lehtë me trondit opinionin, me dridh. Taman kështu, mja shkun gjitha themelet e emisionit. Sepse edhe vetë emisioni Kanape ka bëtë tërmet në shoqënin tonë me temat e ti, të cilat i kanë djerë, tash Kanape është emisioni natyrës shumë matë butë, matë mirë, ajo që ka, unë them për herë që shpendje nëzjerë matë mirë në mëshme prej mysafirëve, që nëzjerë edhe prej me e këtu, mirë po ke nëzit temat, jashtë zakonisht mëja që janë diskutun krej shqiptarin. Dhe mu realisht më bëhet qefi që mysafirët mi kanë besu këto deklarata, kanë besu që tulen para me jenë Kanape dhe të flasin, që të kryojmë një debat shumë të madh publik si në Kosovë dhe në Shqipëri për tema shumë tabu dhe të ndjeshme që merret nuk është flitur për to dhe realisht më bëhet shumë qefi. Mendoj që është vendi i duhur për shkak se nuk ka emision ndoshta që njihet më komod njëri me ardh me fol se sa në Kanape. Kanape tavan si shpe edhe mundesh me shpreh gjitha ato çka të mundojnë ose çka nuk bën me undi mirë. Kështu që po, kjo është një ndër tema që na duhemi me diskutu sepse Kosova na si shoqëri më herët nuk kemi kanë të përfshim shumë tregun e punës sa jemi sot. Shoqëria ashtu e përjetu një tranzicion tepër të madh edhe sidomos në aspektin e punës, të punësuarve. Qytetarët, njerëzit shumë rrallë gjenë që nuk i bën dy puna më në Kosovë. Për shkak se është edhe pamundon çmimet, jeta është shtrëtuar gjithçka tjetër, mirë po është hap edhe tregu i punës shumë, kështu që secili është i përfshim dhe gjithë po e ndjejnë këtë lodhjen kronike që ajo nga dita në ditë nuk vrehet, por kur vjen një periudhë e gjatë dhe ti e sheh që duhesh me u ndal, duhesh me stopu. Kështu që edhe me mua ka ndodhur këtë verë, thjesht jam ndal, jam stopu. Edhe jo marr veç me zanën, me veten tëm, edhe me pushimet e mia, larg shumë opinionit, larg shumë debateve, larg shumë secilës ngjarje që ka ndodhur në Kosovë. Unë e di që qytetarët më kanë atakuar për ngjarje ndryshme që kanë ndodhur, kanë përmend emrin tem pafund në shumë ngjarje, mirë po kam pas drejt, nuk po i fajsoj, mirë po unë kom qenë ato momentet e mia që unë është dasht me shku edhe me rikthy energjinë tam. Kështu që s'po i fajsoj edhe njerë, kanë drejt me na kërku, sepse na jemi këto, na kemi dalë, kemi marrë vëmendjen e tyre, hapim temat e cilet i trajzojmë edhe shtëpitë e tyre. Kështu që me drejt kam me dalë edhe me të kërku, me reagu për secilën ngjarje që ndodh në Kosovë. Mirë po, edhe na kena nevojë me pushu, nëse secili qytetar ka në këtë vend nevojë me pushu, edhe zona Avdiu ka nevojë me pushu. Që të njime më shumë e ty dhe t'jem brenda formatit Kanapes, nuk e di se sa... Më falë, deri sa po kalojnë atë çështja tjetër, du me gazu shkurt një ngjarje shumë shpejt, lidhur me këtë. Isha në një prej klinikave në Kosovë, tu i bë analizat. Dhe isha ndalë të sporteli me të komuniku me vajzat, me infermierat aty, dhe një grunë në anën tem të majtë. A je zona Avdiu? Unë po edhe flasë. Thetë, ti qa po mund të mjeku? A dhe ti bën analiza? Po, tha unë kom mendu, tha që ti vjasë nuk kanë asë, nuk pëmë që rëngë kështë të taman. Kështë që unë e di që kanë këtë përshtypje njerëzit, mirë po edhe na lodhme, edhe na kemi nevojë për një pushim. Sidomos për këto analizat që kapet shëndetësore, pa tjetër. Nuk e di se sa fell mund t'hy me pyetje në aspektin tënd personal, sepse për bindjet e tua, për aspektin profesional, ti e din që mundesh me hyrë sa dush. E di, por dua ta marr si dua ta marr një lloj leje që lirin e votës e kish shpend. Më folja për intensitetin tënd në aspektin profesional, për sa intensiv është aspekti personal për ty Zan? Në çka kuptim shpend? Në gjitha kuptimet, nuk e di, raport me njerëzit, raport romantik, raport me shoqërinë, me familjen. Sa ka intensitet kur largohesh prej letrave, prej ekranit? Ka shumë. Unë kam rreth gjanë të njerëzve, miqësi, shoqni, kom familje, kom njerëz të cilët e kaloj kohën me ta, ndjej edhe përgjegjësinë ndaj tyre, punojmë tash prapë kaloj të puna, punojmë me ta, po mirë po i kam edhe shok të ngushtë, i kam shoqe të ngushta, kemi gjana shumë përbashkëta që i bëjmë, kështu që edhe në aspektin personal është ndoshta më dinamike se në aspektin profesional. Wow, okay. Po. Okej, sepse njerëzit mund të kenë, nuk e di, këndvështrime të ndryshme për ty sa i përket aspektit personal, sepse të shohin gjatë gjithë kohës duke punuar, duke u shfaqur shumë shpesh në media dhe duke për deklarata të ndryshme, dhe mandje mendojnë që Zana mos të ketë edhe shumë jetë personale kushtuar? Jo, ka shumë jetë personale, absolutisht që kemi shumë jetë personale, ajo tjetër është që na e mbajmë larg mediave shpend, nuk e qesim, ndoshta unë jam një prej figurave që jetën personale nuk e shfaqin në media kur. As të afërmit e mi është Mesa Luren që e kom marrë disa në emisione, që e kom shfaq prej jetës tamë personale, mirë po është shumë e bukur dhe shumë me ngjyra edhe shumë e kanë shumë jetën personale se sa ajo e punës. Sepse pjesën e punës si shohim veç mendime, temat që i hapim, mirë po në jetën personale, unë kam fat që rrethona me njerëz tepër pozitiv,
tepër të përgjithshëm, tepër të mirë, tepër të dashtun, edhe unë jam shumë e lumtur me ta. E di që nuk flet shumë media, po dua të flasim pak sonte. Hajde flasim. Që njihemi pak më shumë, ti unë të njoh shumë mirë dhe jemi miq realisht ngushtë dhe më bëhet shefi që kam dika afër si ti, sepse je një ndihmës shumë e madhe në këndvështrimet e tua, mënyrën se si dikush mund çastet që pak njerëzit ndoshta dinë ata që rrethojnë dhe që pin kafe me ty mbase të vlerësojnë për këtë që sapo e thash, por realisht kështu është. Unë e di që deklaratat e tua për çështjen familjare, për çështjen e dashurisë, për bërjen e fëmijëve, për rritjen e fëmijëve, janë për disa shokues, për disa janë me drejt, disa e bën share repost, dikush e bën report, nuk e di, po më thuaj pak tek aspekti yt romantik dhe tek aspekti yt personal, sa e ndjen veten të lirë, të gjykuar, të paragjykuar në kohë? Në fakt, unë nuk marrë shumë për bazë komentet, mendimet e shoqërisë. Unë si marrë për bazë kur them shoqërisë, po flas edhe nëse janë rreth meje, edhe për njerëzit të afër meje, qoftë familjar më të lartë, kushërint, hallat e zëtaja këto, që hiç nuk kanë rëndësi mendimet e tyre, po flas nuk kanë rëndësi as mendimet e shoqërisë gjerë. Unë familjen e konsideroj si diçka që cila më shumë është lidhje shpirtënore e dashurisë, e solidaritetit, e ndihmesës ndaj njëri tjetrit, se sa lidhje e gjakut. Ti mund ta konsiderosh familje edhe një miktantin ose një mikesh tonën, të cilën e ke takuar shumë e vonë jetë, mirë po është personi më i afërt të yt dhe ti ndon gjithçka me të. Do të thonë relacioni për mu gjakut do të thotë asgjë. Nuk do të thotë gjaku. Absolutisht, lidhjet farefisnore, pse i mbajnë vetëm për shkak gjakut, për mu nuk kanë asnjë kuptim. Unë nuk e shoh familjen vetëm si çështje e lidhjes së gjakut. Unë familje për mua është ai i cili gjendet pranë meje, unë e kam për herë aty, me ndihmë, me solidaritet, me kënaqësi. Ka pas persona që ke lidhje gjaku, por që nuk flet me ta për një arsye të caktuar, vetëm shkaku që nuk kanë qenë drejt me ty ose kanë gjykuar, kanë paragjykuar. Unë nuk nina nga ky koncept, andaj po të pyes. Tash do të thoj. Unë nuk nina si ata personat që mbaj hidhrem ose nuk flas me dikë. Unë flas me të gjithë. Unë komunikoj me të gjithë, pavarësisht qëndrimeve tyre, pavarësisht se ata çka mendojnë jetë. Mirë po, a mund të themi që unë kam kushërinj ose të afërm të mi, me të cilën nuk kam ndonjë raport të afërt? Absolutisht që po. Thjesht njihemi, përshëndetemi, mirë po nuk kam raport të afërt me ta për shkak të qëndrimeve të ndryshme, për shkak të jetës ndryshme që e bëjmë, për shkak të pikpamjeve ndryshme jetës, mënyrën se si jetojmë. Mirë po unë kam miq të mi, të cilët i kaloj ndoshta tetor me ta, po flas disa kolegë të mi që cilë punojnë me ta në kompani, ata janë familja ime, ata janë njerëz sikur të ishin në shtëpisë time. Unë ashtu i konsideroj. Pra, koncepti, ajo pikpamjet e mia për këtu vijnë, familja është ai i cili ta do të mirën, familja është i cili të toleron, është solidar, të don, të përkra, pavarësisht se cilën rrethon. Familja është ai i cili nxjerr anën tonë më të mirën. Jo i cili ai të stopon, i cili këshyr të ul, i cili këshyr të shkatroj, i cili këshyr që ti shkel gjitha drejtat. Unë pa ta thënë edhe një deklaratë shpend, armikun e ke në shtëpi, armiku është baba jot, vllai jot, sepse isha duke folur për çështjen e trashëgimisë dhe barazisë. Mirë po, unë kam thënë në aspektin figurativ sigurisht, që ai i cili të shtyp drejtat, ai i cili dëshiron të stopon, ai i cili dëshiron të ndalë, ai i cili dëshiron të zhbëj pi vetes tonë, ai nuk është familje shpend. Nuk mund t'i thuash dikujt në familje, ai që këshur me nxjerr më të keqën tonë prej tejes, prej vetes tonë. Kështu që ne duhet me ulë dhe me rishiku gjitha këto vlera, se çka është realisht. Unë kur flas për familjen edhe komentuese dhe gjithë thonë, ju po doni me shkatru familjen. Cilën familje? Po është e vërtet që po dona me shkatru familjen të cilin ju e promovoni, sepse ajo nuk është familje. Unë e pata një status para disa ditë, mendoj që para një javës së dy, dhe shkruajta se çka shohin familje shqiptarët. Shqiptarët e shohin familje, burri me marr një gruan, ndoshta e don, ndoshta nuk e don, hiç s'është më rëndësi, ato që ja pëlqen familja, edhe me ja bë fëmijë të shtëpia, me ja këshyr me la me fshi, po flas ta vanxhuar nga popullore, me u kujdes për ta, në fund natës me shku me bë seks, zeshti ajo. Kjo shkon e kryen qefin e vet, edhe me dal me usill me shok, ose me dal me ngacmu vajza tjera, ose me pas edhe një dashnore diku jashtë, nëse është jaftë me e mbajt. Kjo është familja të cilën e perceptojnë shqiptarët. Jo, familja është respekt, dashni, është mbi të gjitha ngritje njëri tjetrit, është përkraje e fuqishme njëri tjetrit. Një burr, nëse ti vendos me u martu, para së gjithëve dhe para së gjithçka duhet me kanë gruaja jote, ose në rast burri jot ose partneri, mund të jenë çift gejsh ose çift lezbikësh, çfarë do që konceptojnë. Mirë po nëse elementi kryesor nuk është dashnia, respekti dhe dëshira me pa njëri tjetrin sa më mirë, atëra nuk është familje. S'kemi të bëjmë familje, i kemi keq kuptuar në këto nocione.
si mund t'i themi dikuj në familje që e le vajzën pa trashëgimi, e rre, e mbikëqyr, e kontrollon, nuk e le me marrë frymë. Dhe në fund e merr ose gruan e vet, ose fëmijën e vet. Dhe e merr në fund e largon prej shtëpisë, shko gjendu si të duash, që ju ndodh shumicës vajzave në Kosovë. Kjo nuk është koncepti për familjen. Kjo nuk është koncepti për familje, kjo është një rënë e madhe. Na dëshirojna me mbajt një status shoqënor ku njëra palë dominon dhe tjetra palë dominohet. Po kjo s'është familje shmend. Prandaj unë kam thënë shqiptarët nuk kanë familje. Në shumicë. Sigurisht shumica e shqiptarëve nuk kanë familje sepse nuk e din as çka është dashuria. Nuk e din as çka është respekti. As çka është toleranca për tjetrin, as dëshira me pa tjetrin mirë. Prandaj për çka po flasim? Për familje jo. Val, po çka familjen mu nuk më duhet. Kështu që këto janë konceptet e mia. Unë kam shumë fat që afër meje, kam njerëz tepër të mirë, kam njerëz që e du pa fund, ndum pa fund, pa kushte, pa rezerva dhe kjo është ajo që unë e kërkoj edhe e promovoj edhe për vendin tonë, për shoqërinë tonë, për komplet ata që na shohin, në mënyrë që më mujt me transformu pak shoqërinë, me çu ka mira, me çu ka toleranca, ka dashnia. Me këtë koncept për familjen, si e mendon familjen tënde ose koncepti yt për dashurinë në aspektin sentimental, si e mendon që mund të jetë, nuk e di në një të ardhme të largët të afërt, nuk e di se e ke parashikuar sepse mbas atë nuk mund të parashikohet, por tek këndvështrimi yt sa i përket kësaj pjese, si është në një pikturë të madhe? Unë e di, në një pikturë të madhe unë e di që një familje, të cilën unë e kam tash, një familje shumë të mirë. Familjen tënde? Familjen tënde. Të krijuar nga ti? Jo. E krijuar nga prindërit e mi. Unë dua diktat. Po, tash do dalë atë. Okej, lutem. Te familja që do të krijohet nga unë, jam shumë e sigurt, po duhet jetë patjetër vetëm mbi baza të dashurisë. Do të ketë liri pafund. Liri pafund. Kur them liri pafund, le të bëj çfarë të doj me trupin e vet. Nëse një partner do të jetë me mua, ka të drejtën e botës të bëj çfarë të doj me trupin e vet. Po flet për një open relationship. Nëse ju e qunë open relationship, atër le të jetë open relationship. Me sa e di unë, kjo është koncepti një open relationship, nëse vendos që partneri yt të bëj çfarë doj me trupin e vet. Open relationship do të thotë që ata kanë një marrëdhënie të hapur dhe ja din njëri tjetrit partner. Nëse partneri në të ardhmen do ta ketë një partner tjetër, le ta ketë. Nuk e ke problem. S'dua as me marr vesh vend. Mjaft, unë thash, për mu rëndësi ka respekti, dashuria dhe sinceriteti mbi gjitha. Po si mund të jetë dashuria, respekti, se mund të... Po thuaj që s'mundesh me i dash dy persona? Vetëm ta bëj një pyetje që nuk dua të sqarohem, por të bëj pyetje. Njerëzit mund të mos pajtohen me një dashuri, respekt në një open relationship, sepse është një koncept, një term i ri global, nuk po flasim vetëm në vendin tonë. Është dikush që nuk pajtohet as pak, ndërsa ka lidhje martësore që janë open relationship, por nuk e din as burri as gruaja që është një open relationship, po e din të tjerët. Tash, në këtë aspekt cilën po flasim, unë dua di këndvështrimin tënd, se si mund të ndodhë që dashuria respekti të jenë në një lidhje të hapur, që të mos flasim anglisht. Në një lidhje të hapur, a kemi dashuri dhe respekt në këto lidhje të mbyllura shpand? Nuk di që të them. S'kemi. Ish dasht me pas, në një shumicë, në një pakicë, e marim si gjithë, sepse... Ish dasht me pas. Sondazhe s'kemi, po ish dasht me pas. Ti po thua ish dasht me pas. Jo, kemi sondazhe të dhunës familje që mi 68%, që e prekim... Mos shkojmë në ekstrem direkt. Jo, prekim me dhuna, jo, se aj që të daj nuk të rri. Okej, mos të normalizojmë këtë çështje. As pak normalizim, vetëm që është një pakicë zona. Ne po flasim, nëse në martesat monogame mund të ketë dashuri dhe respekt, ose s'ka dashuri dhe respekt, atë pse mund të mos ketë në një lidhje të hapur, po e zëm. Sepse tradhtia i lëndon njerëzit dhe nëse... Nuk është tradhti. Po në rregull, nuk është tradhti përderisa është e hapur, unë e kam shumë qartë. Po jo, s'është, nëse një person vendos me jetu jetën e vet se ai don, dhe vendos për trupin e vet, nëse ta ketë një ose dy ose tre partner, këtu po flasin më për gratë për burrat. It's fine, it's okay. Është të drejtë ty në secili njeri. Njeriu nuk guxon me ashkel veç lirin. Unë e kam shumë qartë konceptin dhe e di shumë mirë se çfarë ndodh në një open relationship. Por unë jam kurios... Ti po insiston vetëm në open relationship. Unë po insistoj tek pranimi i emocioneve, se sa e lehtë është me pranu dikush një open relationship, emocionalisht po flasa. Okej, po e bëjmë këtë marrëveshje, se ta kemi një open relationship, por sa është e lehtë po flasëm në aspektin emocional, sentimental, se është sentiment, a? Është pak sentiment. Kur një njeri e don, nuk ke nevojë me i pa pjesë të tjera, as nuk shikon, as nuk kërkon, as kur gjë është thjesht e dëshiron më të mirën e tij. Për mua dashuria është kur dëshiron me apo tjetrit lumturinë, fytyrën e tij ose të saj. Kto pajtohen. Pavarësisht gjitha rrethonave. Kto pajtohen. Dhe nëse lumturia e dikujt është me vendos për trupin e vet, atëherë ç'ne me mua, ç'do të thotë. Ç'ne me mua, okay. Nuk është problem. Unë mendoj që njeriu që e don
duhet ja shohësh vetëm lumturinë dhe mirëqenien. A ke pasur një open relationship? Jo. S'ke pasur? Nuk e di ndoshta ka pasur open relationship, ndoshta s'ka pas, por unë nuk e di çka ka bën njerëzit me trupin e vet, dhe unë jam plotësisht dakord. Në rregull, do... Po më kish pengu nëse kjo pyetje e famshme, hajde të kthehemi pak me termat me popullor. Atë pengon andohesh nëse e nxan të tratu e nxan, sa na e përdorim kështu, ose s'ma marr mendja. S'ta merr mendja. Jo. S'lëndohesh zan? Unë lëndona prej intrigave, prej dëshirave të këqija, prej sjelljeve të këqija, prej mos respektit, prej mos dashurisë, prej mos solidaritetit, prej mos dëmshërisë, prej tradhtisë në aspektin profesional e jetësore të gjitha. Po s'le ndona nëse dikush ka ndjenja dhe dëshirat veta të jeton ato ndjenja. Ajo ka të bëjë me trupin e vet njeriu. Do të thonë më shumë dështa një si tradhti aspektin sentimental tek ndjenja se sa akt seksual. Jo, nuk ka tradhti në aspektin sentimental. Njerëzit mundin me dashur edhe 10 njerëz. Nëse ti ke dy shok, a i dënë të dy njëjtë, ose dy shoqe, ose dy vllazën, një vlla, një motër, a i dënë të dy njëjtë. A ka vend për të gjithë dashuria? Po ndoshta aspekti romantik është më ndërlikum si... Pse mund t'jeti më ndërlikum shpën? Si koncept, pa, nuk e di, është Pse mund t'jeti më një ndërlikum? commitment. Ne e kemi perceptuar ashtu. Ne e kemi qita të korniza. Të ketë dashuri, pa pas vujtje s'ka dashuri. Jo, më mundu me pas dashuri pa vujtje. Pas zero vujtje. Bile ajo që shkakton vujtje, ajo nuk është dashuri. Ajo është torturë. Ajo nuk është dashuri. Gjithçka që t'jep vujtje nuk është dashuri. Kështu që hekni dorë prej asaj që ju jep vujtje. Ikni prej asaj që ju jep vujtje. Domethënë fokusohuni te asaj çka t'jep lumturi, çka t'jep kënaqësi, çka nxjerr më të mirën prej juve. Nëse çajo është dashuri, atë në fakt çajo është dashuri. Nëse një person e nxjerr më të mirën prej jush, kënaquni shijane. Pjesa tjetër nuk ka rëndësi. Çka bën njerëz me trupin e vet është problemi i tyre, nuk është i partnerit ose i partneres. Në ndër vite sa ka ndryshuar ky koncept? Se po besoj. Jo, është pand. Nuk di, po flasim për një moshë për shembull 20 vjeçare kur ke qenë? Kanë qenë këto bindje të njëjta që janë sot, apo ka dhe, nuk e di copsa eksperiencës personale që kanë ardhur deri tek ky këndvështrim? Sigurisht, nuk është që indikojnë mendimet fort prej aspektet personale se unë kom përjetu ose s'kom përjetu diçka. Njerëzit rritën formohen, sigurisht punat formohen, jetat formohen, shoqëniat formohen, rrethit formohen, një përvojë ndoshta në vendet e jashtme formohen, gjithçka që ecim çdo ditë që e kalojmë na, edhe ajo ndikon në karakterin tonë, në mendimet e tua, në aspektin personal, profesional, edhe në gjithçka tjetër. Na nuk mundemi me thonë që jo, asgjë s'ka ndikuar te unë, po thjesht i kam mësuar prej të lexuarve. Jo. Fillimisht njerëzit kanë koncept për jetën, kanë vija se si e shohin jetën ose çka kanë parsorë në jetën e tyre, pastaj secila ngjarje që ndodh rreth teje, ti e kthen dhe analizon me po them kështu me kanarin tënd të arit, sepse është në linjat, a nuk është në linjat e tua. Gjithçka është perceptim, gjithçka është nga ana e njerëzit se si e sheh, se si e vlerëson. Për dikë mund të jetë çmenduri, kjo çfarë po e them unë, për mua është absolutisht e drejtë e secilit njeri. Për mua është çmenduri izolimi, për mua është çmenduri shtypja, për mua është çmenduri frenimi yt, vetëm pse e ke një burr ose një grua. Për çështje të ndryshme. Ti duhesh të jetosh dëshirat e tua. Çfarë do të qofshin ato? Pa ja shkel të drejtën dhe pa e lëndu tjetrën. Çka është me lëndu tjetrën? Me sulmu, me shtyp, me rreh, me dhunu, me akuvizulirin, kjo është. Duke qenë kaq atipike, Zan, si personalitet, si grua në mendimet e tua, në këndvështrimet e tua, e ke pak me frikë që nuk do të jetë një mashkull ose një burr ideal për ty që është okej me këto mendime? Bindu shpend që ka shumë burra ideal në shqiptari, po flas, sepse shpesh më kanë thënë, po i kritikon burrat, okej, që po flas tash për ata burrat pak që janë të mirë, jo s'ka shumë. Bindu që ekzistojnë burra shumë të mirë, që kanë mendime dhe që e vlerësojnë lirin në gjitha dimensionet e saj, sepse janë vetë lirë. Njëjtë si ty? Absolutisht. Janë më ndryshe në këndvështrime? Jo, absolutisht. Këtu nuk ka të bëj as pak pjesa gjinore, egoja? Jo. Konstrukti social? Egoja e burrave, në fakt, ta them kështu. Secili burr, në shumicën e shoqënisë po flas, këshyret me pas 1, 2, 3 lidhje. Mos dalim me thonë jo, nuk kemi, jo s'kemi, jo na mendojmë. Burrat gjithmonë janë të shtyrë, edhe nga shoqëria, edhe nga mendësia çfarë jemi, me pas 1, 2, 3, 5 lidhje.
se cili burë që ka ma shumë gra një jetën e vetë, është burë ma e fuqishëm dhe ma e vlerësum në shoqërinë tonë patriarkale. Nëse ndodhe kundër ta? Jo, nëse ndodhe kundër ta janë plumë, zakonisht shpik grave. Mirë po flasë në aspektin tash vetëm të koncepteve. Apo mu i kanë me dashtë burrat? Apo dashura i kanë? Po, dashurojnë. A e duan ngruan e vetë? Hajde të pysim tash shumicën e burrave që janë martuar, kur dal ti me dashnoren, a e don gruan tënde? Apo a e don dashnoren në gruan nuk e don? Apo a i don të dyja? Hajde ta shtrojmë edhe këtë pyetje. Ne të burrat kemi marrëdhënie të hapura, kemi martesa të hapura tashmë. Vetëm ka mbetë edhe ka pjesa e grave. Se nuk flitet? Jo, flitet, patjetër shumë flitet. Mendoj që nuk flitet as pak. Ne e quajmë tradhti, ne e Kur është një debat i fundit ose një intervistë e fundit në Kosovë ose Shqipëri që është flitur? Që e ka pranuar publikisht? Po pra. Jo, nuk e pranojnë, hala sepse nuk jemi të gatshëm me dalë edhe me diskutu këto me shoqëni, sepse të na ekziston morali i rreshëm shpend. Ne jemi shoqëni, unë kam thënë në një emision këto në të shtatë, jemi shoqëni totalisht e pamoralshme, sepse rrajmë, jemi hipokrit. Nuk dalim ta pranojmë të vërtetën. Unë po flasim ato që ndodhen në realitet. Cila është një vërtet në shoqërinë tonë që ty të kënaq, që të bën të lumtur si Zana Avdill, që jam shumë i lumtur që ne si popull e kemi këtë vërtet. Apo nuk ka? Jo, ka shumë të mira. Kemi shumë mira edhe si popull edhe se ta shumë. Me çka të kënaqesh kur është vendin tonë ose rinin tonë që kënaqet me një të vërtet që nuk hexhetojnë as ta shfaqin në rrjetet sociale, në intervista, në debate, nuk e di. Gjithandej. Bëhemi pak më pozitiv. Ta shumë vështirë edhe me mendu. Lutem mendo pak. Sa do që nuk e di nëse ndjejnë vërtet ose jo, sepse ajo nuk dihet, ndjenjat janë të mbranshme dhe qysh do që silmi na ashtu e kuptojmë atë tjetrin, është kjo mos përtesa me ndihmu tjetrën në mënyrë financiare, me kanë solidar, po për mua është tepër e rëndësishme me ndihmu tjetrit. Është shumë e rëndësishme. Mendoj që në çfarëdo forme, jo vetëm në anën financiare, sepse njëri nuk është ndihmon dikon vetëm në anën financiare. Mundesh me përkraje, mundesh me mirëkuptim, mundesh me çka do tjetër. Janë këto anë pozitive që shpesh i tregojmë. Në pjesën e ndihshme kur e qesim publik, nuk e di sa është e vërtetë. Mirë po, në disa raste shfaqet shumë, edhe shfaqet edhe fuqishëm. Edhe unë pëlqen kjo pjesë shumë. Pjesa tjetër që unë pëlqen edhe shoh shumë të rinia është që janë të gatshëm u përfshi edhe në tregun e punës, edhe në arenën ndërkombëtare. Domethënë, ti ki tri nga Kosova. Kemi potencial internacional shumë. Shumë kemi potencial që janë të gatshëm me me punu me teknologji, me ngjashme edhe ambientohen tepër shpejt. Kjo është një pjesë tjetër e mirë që unë pëlqen të trit shqiptar, të trit kosovar, sidomos në Kosovë. Edhe një gjatë tjetër më pëlqen që... A përshaj që Zana nuk din veç me qenë kritikuse, po din me qenë edhe shumë kështu... Po shpend... E ke këtë... Njerëzit kanë këtë vështrim për ty që Zana vish terze, po jo Zana është i përson shumë pozitiv i cili... E kisha me patjetër që në këtë intervist, pas këtë asaj që folim kishim edhe pak pozitivitet. Shpend, edhe ajo që e thash ma herë të shumë pozitive. Po njerëzit friksohen me pranu. Friksohen me pranu. Ti mundesh me i dashtë edhe 10 njerëz edhe 20 njerëz. Jeto bëj çush, më rëndësi është t'jesh i sinqert edhe të mos kesh dy parë standarde. Zana, sa ishe memet në rrjetet sociale që bëhen me emrin tënd, figurën tënde, kur marrin shputin emisionin ka Zana, pa që e qesi pastaj një video të stupcave, nuk e di që bëjnë humor, si i përjeton? Atë mbet hatri, a i ndan me shoqëri apo qesh? Jo, më qeshet shumë, bli një pastaj ka komentar për një meme sakt që edhe drejtori të Shtatshit Leo e pa shpërndar në Insta Story, po thuje njerë këta se çfarë bashkimi kesh me sulti? Më qeshet tepër shumë, me shumicën kjo është një vërgjanave që më pëlqen të shqiptarët, ose të rinia shqiptare. Unë pëlqen shumë që janë tepër kreativ. Nxjerrin kreativitet për i kurgjaje. Do me thonë, kjo është e jashtëzakonshme. Humorin e kemi që ta të bëjë qatë mim. I shkoni mim në rrjetet sociale që pastaj edhe Leo e kishë përndon, realisht e pashtë e Leo, pastaj ishë mbushti toku me të njëjtin mim, ta që kur kallet të Shtatshi, përjën flaka dhe i nxjerrin krejt punëtorë si pas alfabetit dhe Zana me zë në fund, krejt e kallë e shkrumume, duke ju gëzu, po them, kushtimisht duke ju gëzu që Zana u kallë e fundit. Veç ideja është që Zana marohet për hirit. Që përgjish gjatë tipike, Zana Avdill. Kështë që kjo më pëlqen shumë kreativitet, dhe një fundit që e pash është më këshim vesh me Dimia dhe Dallama, edhe këshim va Sultan Hyrrem Zana. Ke fantastike. A kemi me të pa ndër njërë Dimia, ka zënë drejt? Jo. Kur as njërë? Kur njetë. As në Dallame? Heq kur njetë. Pse dre Zana? Jënë gjëja me shëmtume që egzistojnë. Prisi ka shpik njerëzimi, qëfar do lloj veshësh që kanë bë Dimia, Dallama, janë gjëja më shëmtume. E pse do të shëmtume? Si bredhi viti 3.
ato koshat, ato dritat, ngjyrat, ai grimi që e bojnë, ato dimia që e vesh, ato, është tmerrsisht e shëmtuar me po, përveç që është veshje shumë e vështirë, është tmerrsisht e shëmtuar. A është dhe keni arsye pse nuk i përkrah dasma dhe nuk shon dasma? Jo, arsyeja pse nuk i përkrah, faktën nuk më pëlqen, sepse shija atyre është shumë e keqe. Shqiptarët mendoj që i bojnë dasmat më të këqijt në botë, shtoja këto dhe turqve, na turqët edhe shqip, do të thonë turqët edhe shqiptarët, mendoj që dasmat i bojnë më të këqija në botë. Nuk ekziston në vend që mundet mi bë më të shëmtuar për vesh edhe për sy edhe për gjithçka. Mirë po edhe të elemente tradicionale shtypse, edhe ato më pengojnë. Janë tmerrsisht irrituese kur i sheh. Kush i bën dasmat më të mira në botë? Hajde, të morim pak mësema, se s'po të pëlqejnë dasmat tona, kur të martona one, po du mu martu si pas shijes tonë. Tash kush i bën dasmat më të mira në botë? Mendoj që dasmat do të me kanë sa më të qeta, sa më të bukura, pa shumë zhurmë, me shumë elegancë, me shumë finesë. Po do të me pas me pak muzikë, do të më që me kësy o zonë, se tash dasma është fest, tash qysh po do mi voti dasmat? A mundesh me kësy me që të tesha shmet? Po mu i me kësy, po me kom... Regullira. A bën me kësy edhe me që të tesha? Edhe tu ka kesh kur e ki pa vetën në dëllame që kanë bërë rrjetet sociale. Shumë ka kesh. Mirë ta kanë bërë, shumë mirë ta kanë bërë. Nuk ka kesh, sepse dhe vallëzimi ishte kështu diçka si në... Kishin bërë me jaja. Tama nuse kështu, nuse fshati. Okej. Zan, jemi të fundit e bisedës, flasim pak për zanat. Unë po preses një sezon i ri, tash në fillim të emisionit që kemi munguar pak rrjete sociale, pastaj hyra tek memet, që ata memet do të rikthehen, po besoj. Sigurisht, bashkë me zonat edhe memet. Dhe kreativiteti shqiptar. Po besoj që ke menduar pak freski në panelistët jashtëzakonshëm, po çfarë ke menduar? Mos na zbuloj shumë, po sot një çfarë do të shojë. Zona do të kthehen sot një javë, edhe sot jam këtu në Ejten, te kanapeja, gjithmonë kom ardhur te për një arsye më shumë se për emision, shpend kom ardhur me marr kamën e marr kështu. Kamën e marr e ki prej me, kështu po ta adhuroj me krejt zemër, se unë e di për kushtimin tënd, po dvyn edhe pak fat edhe pak më mbarësi. Kështu që ti je një prej atyre njerëzve pozitiv që je në jetën tënde dhe si jemi miq, edhe kom ardhur me marr pak mbarësi për zonat këtu. Falem, po ç'është është e vërteta. Po zona do të kthehen të Ejten javën e ardhshme që i bie sot një javë, do të ketë freskinë e panel. A kemi çu popullin pesh me epizod parë? Ma shumë se vitin e kaluam. Ma shumë se vitin e kaluam. Do të thonë kemi bombardu mentalitetin njerëzit. Sepse i pret një temë shumë që kur gjë nuk u kanë top class, çka ka me kanë kjo tema e re. Dhe figurat personazhe dhe tjenë fantastike. Kemi prej profileve të ndryshme, nuk po ju zbuloj shumë sepse ata sigurisht ose dhe ato do të deklarohen vetë, do të flasin vetë, do të jenë pjesë e emisionit. Mirë po tjenë sigurt që do të kemë përfshirje nga të gjitha grupet. A ta bëj vish një pyetje konkrete kështu në fund. Pse Zona Avdiu nuk hyn Big Brother? Okej. Kjo pyetja që në fakt shumë njerëz e kanë marrë që unë kom hyrë Big Brother, e kam pranuar. Shumë e sinqert, shpend po t'rregoj. Shumë respekt për Olsen, e cila bën një punë të jashtëzakonshme, është një grua shumë e mirë, e fuqishme dhe mendoj që kam ia dhënë flakën edhe me këtë Big Brother. Shpend unë nuk muj me duru dikon të dhomë me flajt një person, e leje mu me kanë 20 tjerë. As me një person s'mundesh me flajt? Kjo është me përshkruar edhe ngjarjen më së miri. Kështu që e lema me kanë edhe 20 tjerë, e tja pjesa tjetër është... Qa ke ditë ti me më konë këtë intervistë, më zdi? është një prej specifikave të mia, ose çështjeve të mia që nuk du me nda privatsin kam me shumë njerëz, sidomos pjesën ma intime temën, nuk du me nda, e ashtë më pak me nda me media dhe me televizione dhe me mira shikus që janë 24 orë tukej për cilë Big Brother e gjashme. E kuptojnë si format, e kuptojnë pse hy njerëzit, ja u dha dorën që atyre që hynë, du të me pas shumë gudzem, du të me pas shumë energji për debate, mirë po Zona nuk është personazh për Big Brother. Nuk kërkon me parimet e tua? Jo, absolutisht, unë i kam thënë. Jo, për parimet do të thëja ma shumë me karakterin të me natyren të më si njeri, nuk përkon, nuk e shoh vetën pjesë të një reality show t'il, ku në shfaqem 24 orë në kamera. Absolutisht, sepse unë e kam shumë rëndësi një pjesë ti me tjetës me mbajt shumë private. Apo insistojnë hala me thira, po tirin hala? Po, kom pas absolutisht, kom pas ftesë edhe tash edhe njerë. Pavarësisht një ujë të madhe, s'po hekin dora. Jo, s'ka njek dorë. Do më pres si ka fillu Big Brother e deri tash vazhdon ftesa, ata po mundohen me mbind, unë po ju them që jo. Po rolin opinionistës mbase po. Unë jam i shaknaqme të po. Okej, roli opinionistës është gjë tjetër. Roli opinionistës... Në shpe nuk t'jen, po në studio t'ullet. Dere në studio t'ullet. Roli opinionistës është muhabet krejt tjetër. Mundesh me komentu, sepse nga ato dalin edhe shumë pasqyra
të shoqënisë tonë. Një sanë sigur të ki që këtë banorët më rana ishin knaq me të pas të opinioniste, krejt finalistet ishin konë viq vajza, s'ke se e këdorë pa i që krejt qika, s'ti këtë djep të vilargu. Për herë të parë një finale me dhe finalist edhe ato këtë qika. Zona Avdiu, të falenderoj shumë për këtë intervist, të uroj shumë suksese sezonin e re, vazhdo me këtë energji, vazhdo me këtë pozitivitet, po them se edhe të një nga afer je pozitive, je shumë punëtore, dhe të uroj shumë fat dhe që ta mirat e botës. Për mu ke shumë knaci me ardhë në kanape, me kanë musafir në kanape, tash kom ba një tërheqje prej intervistave, prej daljeve kështu, as edhe në debate ndoshta jam shfaq shumë pak përveç zgjedhjeve, që është pa tjetër me u shfaq. Mirë po, sot kom ardhë me knacin më të madhe të mundshme, me ba një debat dhe një bisedë të hapur, që ndodhin veç në kanape. Kush e fiton Prishtinën në balotash? Mendoj që përparim Roma. Faleminderit shumë, Zona Avdiu.